Një aksident tragjik ajror ka ndodhur në Brazil, ku një avion i vogël është rrëzuar mbi një ndërtesë në qytetin Belo Horizonte. Ngjarja ka ndodhur në lagjen Silveira, në pjesën verilindore të qytetit, ndërsa pamjet e transmetuara nga mediat lokale tregojnë momentet pas përplasjes së avionit me ndërtesën. Sipas autoriteteve, piloti dhe bashkëpiloti kanë humbur jetën si pasojë e aksidentit, ndërsa pasagjerët e tjerë janë transportuar në spital në gjendje të rëndë. Ekipet e zjarrfiksëve dhe emergjencës ndërhyjnë menjëherë në vendngjarje për të shpëtuar të mbijetuarit dhe për të kontrolluar situatën, ndërsa zona u izolua për arsye sigurie. Ndërkohë, hetimet për shkaqjet e aksidentit kanë nisur nga qendra për hetimin dhe parandalimin e aksidenteve ajrore, e cila po punon për të zbardhur rrethanat që çuan në këtë ngjarje të rëndë. Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje mbi arsyet e rrëzimit, por pritet që analiza teknike dhe dëshmitë të ndihmojnë në përcaktimin e shkakut. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal në Belo Horizonte, ndërsa familjarët e viktimave dhe të plagosurve presin më shumë informacion mbi këtë tragjedi.